Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe në fakt sot të ftuar në studio kam një djalë i njohur për audiencën e emisionit Pa Gjurmë, është Ermal Metaj nga qyteti i Lushnjës, i cili ka qenë disa herë në studion time ku ka treguar problematikat që ka pasur ndër vite me të ndjerën bashorten e tij, e cila u largua nga kjo jetë, por konfliktet për Ermal Metaj vazhdojnë edhe sot e kësaj dite dhe konkretisht me nënën e tij. Ka ardhur ditën e sotme në mënyrë absolute, jo për të denoncuar nënën e tij, por ndoshta për të kërkuar një pajtim dhe për t'i bërë një thirrje publike nga studio e emisionit Pa Gjurmë. Ermal ndodhet me mua dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Ermal, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Unë nuk e di e sa ta herësh që vjen në studion time. E 4 më duket e 5. E 4 apo e 5, dhe në fakt kur një personazh vjen më shumë se 2 herë apo 3 herë në studion time, do të thotë që nuk ka marrë një rrugëzidhje dhe mua më vjen keq që ti sot je sërish me mua dhe ka ardhur të flasësh për nënën tënde. Por çka ka ndodhur mes teje dhe nënës? Po isha me një ditëlindje në Lushe, edhe vajtat të shtëpia, i te kalova qik me pije, vajtat të shtëpia, edhe mua një shok telefon që më qote spital, s'po të ojë tot. Nëna ime vjen atje te spitali, fillon tuk e qa, kote i ka lot krokodilin atë pjesa, jo? Jo, po pse më ndonë, kështu se unë jam vetë në Ermal dhe në momentin që një djalë, jo, unë sot do jem e drejtë dhe do flas si një nën, se sa më shumë se një gazetare. Që kuptoj. Një nën që i vetë djali, i deu në shtëpi, bëri në spital me sërum, se është në gjendje jo fort të mirë shëndetësore. Çfarë mendon ti të bëj ajo nën? Ajo nuk edhi për mu spital, ajo edhi për që ku kushia në ata shok të mi. Zonjën Fatime, nënën tënde, e cila jeton e vetme. E vetme. Ju sa fëmijë jeni? Ty. Të më thej kam e një vlla tjetër. Pra jeni 2 vëllezër. Vllai tjetër ku jeton? Tiranë. Jeton në Tiranë. Ti jeton me nënën në Lushnjë. Le të themi, ajo shpesher të ka dëbuar nga shtëpia duke mos rënë dakord me stilin tënd të jetesës, duke mos qenë dakord me zgjedhjet që ti ke bërë në jetë, dhe le të themi më shumë jeton vetëm se sa me ty. Ditën e sotme unë do bëj të pamundur që ta marrë dhe zonjën Fatime, ta kemi datën në një lidhje telefonike, por gjithsesi ti duhet të pranosh gabimet e tua dhe ti kërkosh ndjesë publike nënës nga kjo studio, sepse ky emision po bëhet që ti kërkosh një ndjesë publike. Ti kërkoj ndjesë publike, në nësime, po në këtë pjesë unë nuk kam faj. Gjithsesi, ne do jemi bashkë sot në studio. Edhe unë i jam. Pa dyshim që i ri, do e shijosh jetën, por ka disa kufi, besoj, dhe ca norma familja që duhen respektuar. Do e të filloje puka për janë, nuk ma lejon. I dashur Ermal, do t'jap kohën e dur të flasësh përderisa je me mua në këtë studio. Ulën atë karike, pa dyshim do kesh minutazhin tënd për të folur, por fillimisht me lejo ta nis programin me një histori të dhimbshme, në fakt me probleme akoma më të rënda se ato që ti do paraqitesh ditën e sotme, sepse do të shkojmë të dashur miq në komunën Stravaj të njësisë administrative Rajc, ku vetëm përpara 3 jave një ngjarje e rëndë ka ndodhur në familjen Pecaku, ku kryefamiljari i shtëpisë, Klodi Pecaku, ka bërë vetvrasje duke u varur tek pema e shtëpisë, mbrapa shtëpisë, dhe duke lënë pas 3 fëmijë të mitur, një bashkëshorte të re në moshë Blerinën dhe fëmijët 5, 7 dhe 16 vjeç, si dhe prindrit e tij. Kjo histori na preku në momentin që fqinji na shkruajti dhe kërkoi ndihmën e emisionit Pa Gjurmë për të ndihmuar këtë familje në nevojë, të cilët jetonin në një varfëri ekstreme dhe pas humbjes së Klodianit të ndjerit, ai që vetëm punonte dhe sillte të ardhurat dhe siguronte bukën, tashmë askush, le të themi, nuk e ndihmon këtë familje, këta fëmijë të mitur që janë ende me dhimbjen e madhe të humbjes së babait të tyre vetëm përpara 3 jave. Duke ditur për shkak të dhimbjes të zisë që dyert e shtëpisë janë hapur, presin njerëzit për ngushëllime, e pamundur që nusja e shtëpisë, ajo që humbi bashortin nga kjo jetë, Blerina, ti ishte prezente në studion e emisionit Pa Gjurmë, vendosëm ne me kamerën tonë të shkonim në këtë familje për të sjellë këtë ngjarje të rëndë dhe pikërisht me shpresën që zëri tyre do dëgjohet nga studio e emisionit Pa Gjurmë, do dëgjohet nga ekrani i Report TV. Gazetaria Ersela ka udhëtuar drejt fshatit Strajv të njësisë administrative Rajc dhe na prezanton në këto momente këtë material vërtet të dhimbshëm.
Miqtë e pagjum, sot kemi udhëtuar drejt fshatit Rajs, ku kemi ardhur pranë familjes Pecaku, një familje e cila prej 3 javësh po kalon ditët e saj më të vështira duke qenë se kanë humbur djalin e tyre. Bashkëshortja e të ndjerit ka shkruar në redaksin tonë e cila tregon për problemet e saj dhe vështirësitë që po kalon gjatë kësaj periudhe pas humbjes së bashkëshortit. E vetëm me 3 fëmijë, 3 vajza, të cilat nuk ka se si ushqen, me çfarë të ardhurash të jetojë me to. Ne sot do shkojmë të takojmë këtë zonjë, të dëgjojmë zërin e saj, për të na treguar për ditët e saj të vështira që po kalon nga mungesa e bashkëshortit, nga vdekja e tij, dhe se si ajo po kujdeset për vajzat e saj, gjithashtu dhe për ndihmën që ajo kërkon nga emisioni Pa Gjurmë. Ju keni nisur një mesazh në redaksin tonë, lidhur me një kërkesë ndihme për ju dhe fëmijët tuaj. Ju keni humbur bashkëshortin një moshë shumë të re. Po, 31 vjeç. Sa kohë ka që ka ndruar jetë? 3 javë. Të dielën i kaloi 3 javë. Më la 3 fëmijë, me një plak të smur, me fëmijë të vegjël, pa punë. Ishim te motra për festë, se i thirri motra, hajde për poshtë, buri motra sa baxhe, kjo thoshte hajde për bjetë. Erdhëm. Vajtëm atje mirë e bukur, na priti mirë. Pastaj hyri të pirë, motra shumë se jemi të motra, do pim shumë, pi, futi pas edhe një birë mrapa, ajo do iki në shtëpi thanë, tha. I pirë. Unë e motra dhe që pat e vogla, erdhëm këtu, pritë vjeska. Kur dola unë në dhumë tjetër, së të shikoja. Kështë të marrë vetën. Ai këto vitin e fundit i hyri shumë alkoolit, pinte edhe përpara, po jo kështu vitin e fundit këtë vit, që po, sa po kaloj. Dhe kur shkonte në Maqedoni, do se nuk bima në Shqipëri, do rritem, do mytem, maj fëmijit, më maj plakën. Ka pasur dhe varfëria, po paka shumë, se s'kemi një shtëpi, ngelëm të rjetën me qera, thot. Realitarë në sy të mbyllur, më dritë që nduar, thashu nisha do shpëtojnë do ketë shenja jetë e ashtu, tonë ishte ngrirë krejt. Kishte ndonjë debat, kishte ndonjë... Jo, bashkë shkojnë shumë mirë. Përveç se kur pinte. Banesa ku ju jetoni tani është me qera? Me qera. Që shikoni këtu, i ka i shpis. Kanë 3 cupa. 16 është e madhja, 7 e dyta dhe 5 e vogla. Shkojnë në shkollë? Kanë qënë, tash nuk ka mos i t'i cojnë, më që të jabu me vete. Vajzat sa ditë kanë që nuk shkojnë në shkollë? Që këndodhja si ka quar në shkollë. Nuk ke qa më fara? Nuk kam mos i t'i qaj. Doan buk me vete, doan lek, s'kam që të jabu. Ju me qërë të ardhur është jetone? Vëtë me 125.000 lek asistencë. Që i merrni nga bashkia? Po, që marim nga bashkia. Vjera, merr pension? 130.000 lek i merr tëra ilaçe. Dhe ato nuk i dalin. Vajzat në çfarë klasi janë? E madhja është vit parë, e dyta cupa që është 7 klasë e dytë edhe e vogla është parashkollore. Si e përjetuan atë humbin e babait? Nuk di jo të voglat. E madhja e di, po këto voglat akoma nuk kam si t'ja shpajgoj. Çfarë ju ke thënë atyre? Thotë e vogla është e lidhur shumë me tjatin. Mami, pse s'flet babi telefon, nuk ka bateri, është e pronari, punon, nuk i dil ko të flasin. Nuk di çfarë t'i them. Fëmijët e kanë parë babain e tyre? Ato dita shikojnë dhe tha, po më thoshte emision, mi tha si u bo babi, tha, shumë të spitali, tha, shpotoja shumë, moj, si që shura, se kus të nga bjen lek ma, tha ta shiha neve, kus të nga me buk, tha. Nuk i them do të trotë që nuk është më. Po me ju djali kishte biseduar ndonjëherë për ndonjë shqetësim që mund të kishte? Ai iku atje te Baçanaku me të 2 burra grua, unë i kanë mjesun, erdi që për para tha, erdi Klodi, thashun jo me ti, ti me to që thashun, që buaj? Kjo tha që tha iku, tha. Edhe hyre dilë, unë hyre dilë, që mos vi natën dhe, kur u gëdhi, ishte ora 7-8, e pashtë të arër aty. Se që pati, nuk e di. Ju nuk dëgjuat asgjë nga momenti që ai përpiqej të... Jo, o larkë, a mund që ke shtëpis aty në ato pemët. Si ke emrin ti? Amelia. Po ti? Ndela. Sa vjeçë jeni? Unë jam 7. 5. Jeni në shkollë? Po. Çfarë klase? E dyta. Po ti?
Kopës. Keni shkuar në shkollë? Ja, Sa ditë keni që nuk shkoni? nuk e di. S'më ka thënë mami. Të ka marrë malli për shoqet? Po, unë vetëm një shoqe kam. Vetëm një shoqe ke? Po. Cila lënë të pëlqen më shumë te shkolla? Gjua. Dua të shkoj në shkollë, nuk dua të ngelem prap me mësim. Brapa me mësime. Pra ju më thatë që këtu keni 4 vite që jeni me qëra. Po, nuk e mos si ti blejnë, një për njerës, pas e më vonë. Kur të punoja edhe unë, të rritë edhe pak cupat. Këtu muaj keni paguar qëran? Jo, këtë mojnë e ka falur e i shpisë. Po e kam dirë në shitje banesin, s'kemi ku të shkoj. Ju ka lënë ndonjë afat kohor që ju duhet të dilni nga shtëpia, apo ju ka lënë që mund të qëndroni deri në momentin që... Po, sa të gjithë shtëpi, edhe mund të dilni. Po për të ngrohur gjatë dimrit, me çfarë? Me stup, me drup. Po marrua dhe drup. Po i blini. Po, i blem këtu. Se bën shumë ftohtë në dimër këtu. Tek cila ka ndodhur tragjedia? Tek kjo këtu, më tha? Tek kjo e para këtu. Ju në fakt e pak nga... Që nga dritare. Që këtu, në vëqime. Në orët e para të mëngjesit. Gjatë gjithë mbrëmjes ju nuk pat... Roj të vinë, s'ka roj të vinë, po vinë të ndaj. Por asnjëherë me mendimin që ai mund të Jo, asë kishte... më shkonte me jakur, se gjithmonë thoshte kështu, po jo se do e bënte vërtet. Kur në mëngjes që nga dritarja që të shikoja. U të merruan fëmijët, kur përtisim ne fëmijët pas nesh. Nuk rrim do të këto, se biti nuk them do të sytë këte. Ka shikojnë, duar të kishte kësu e taj, këse ju, këse nuk e. Ju kur shkuat ishte pa shenja jetë. Pas inshallah do jetë në rëfrym, ishte ngrirë, fare. U bëjë thjerë gjithë shqiptarë për një banesë, që ti qe dhe fëmijë në shkollë, se i kanë pa shkollë. Punon dhe jashtë shtetit, ku në Maqedoni, ku në Greqi, ku kur Shqipëri, në sezone. Sa kishte mësim, shkon dhe vinde, me 2 plesh, ka patu të sëmur, baba jo ndarë, me fjanë para një viti. Bështë, nuk e di, mund të ketë bërë të këtë gjërë, që vetë shpirti ti e di, se s'pati të kota fundi që ndrëhy ka shumë pjes, stresit, nuk s'faqe me njëri që qa problemi ke, ku o flisim, që e kalon që shtek, fjallë të mija thoshtë, s'kishte me fjallë, as me familjen e tia, as me ne, as me dhe një që mund të njifme që shtek, s'kishte këto dhe gjërë. Për ditësh vajzat nuk shkojnë në shkollë. Po s'shkon se kalon në stres. Më ndoj që të shoqët, ku ke babin. Lutëm, sa do pak. Motra vide shqiptar tani modi. Ska. Pra sta arroz që fishpe me ndim ekonomike që merë, me 100.000 lek pension plaka. A lacët e majnë, a që atë paguajnë. Drita unë se thash që një grëve familja me 3.000 shumë në rështin. Me këtë humbje, fëmijët të tu janë bërë dhe mbesat e tua. Po. Unë jam dajo, dhe dhe papaj. Sa të më shket, dhe më ndonë sa të kemë frimë, do t'i majtë tëtë. Të t'i shkolloj. Dalë në një jetë, si gjithë të tjerë.
Një lutem Zotit, motra dhe zëm, ku do që ndodhe, sa do pak, të jipni për këto shumë, Zotit i ruetin andaman, ku do që tjeni, vini një dorë, për këta trafemi si soqë. Një histori e dhimbshme, një daj që qanë për 3 mbesat që kanë ngelur pa babajin e tyre, pasi fatkeqësisht babai i tyre vetëm përpara 3 jave kreu vetvrasje dhe la pas 3 vajzat e vogla, bashorten e tij Klodiana Pecako, një nuse e veshur me të zeza, një nën e veshur me të zeza, ku dhimbja dhe varfëria ka pllakosur gjithçka në këtë familje. 3 vajzat e vogla, që dëgjuat edhe nga ky reportazh, prej ditës që babai i tyre ka ndruar jetë nuk shkoj në shkollë, një nën që nuk ka mundësi t'i dërgoj në shkollë sepse nuk ka sa ushqim t'u japi me vete. Në fakt, kjo histori është e dhimbshme dhe unë uroj dhe shpresoj që kushdo që është duke na ndjekur në këto momente, që kërkon të bëj një kontribut dhe të ndihmoj këtë familje në nevojë, mund të na telefonojë në 2 numrat e redaksisë. Po një thirrje më të madhe akoma e bëj pikërisht për njësinë administrative e Rajc, ku duhet të marrin masa për këtë familje, për këtë grua të ve, për 3 fëmijë të vegjël, të mitur, të cilët jetojnë në kushte të vështira, kanë humbur babain, kanë lënë shkollën dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. E sollëm sot në vëmendje këtë histori të dhimbshme me shpresën që do ketë reagime dhe ato 3 vajza do i rikthehen sërish shkollës dhe pse vazhdojnë ta kërkojnë babain e tyre dhe 2 më të voglat ende nuk e kanë kuptuar vdekje, largimin e babait, pasi nëna ju ka treguar se ai është në spital dhe do rikthehet shumë shpejt në shtëpi. Uroj dhe shpresoj që të bëhet më e mira për këtë familje dhe uroj që të ketë telefonata pikërisht për zonjën Blerina Pecaku, për atë nën që ka humbur të birin, por dhe për 3 vajzat e mitura. Mirë të dashur miq, ne do bëjmë një shkëputje në këtë momente, do të kaloj në një këshill mjekësore dhe ne do rikthehemi sërish bashk live për të vazhduar me historinë tjetër. Do të flasim për Ermal Metaj nga Lushnja, i cili ka ardhur të kërkojë një falje publike nënës së tij, por të jetë edhe përballë saj. Kalojmë te kjo reklam dhe rikthehemi. Mirë, jemi sërish bashkë në studio dashur miq, siç e prezantova edhe në fillim të programit, do të jetë Ermal Metaj në studio në emisionit Pa Gjurmë ditën e sotme. Është hera e 5 që ai ndodhet me mua në studio, probleme të shumta, ndoshta ende nuk ka arritur të kuptoj gabimet e veta, unë flas pa dorashka. Ende s'ka arritur të kuptosh gabimet e tua, ndoshta kërkon një mbështetje të programit e emisionit Pa Gjurmë që të jemi një ndërmjetësim me nënën tuaj, sepse në një farë mënyre ajo, nuk e di, e sajta herë ndodhë që të ka dëbuar nga shtëpia. Jo që më ka të pu mu tani kë shtëpia nëna. Jo, sa herë të ka dëbuar nëna nga shtëpia për gjatë gjithë jetës tënde? Vetëm ku isha me Silvanën. Vetëm një herë të ka dëbuar? Jo më shumë? Jo. Ajo e di që ti sot ka ardhur në program? Jo, nuk e ti faj edhe nuk e ti ku jam unë. Por kjo nuk është normale. Nuk e ti ku jam unë. Kjo nuk është normale, mos ta njoftosh nënën që... Numin e fika, telefoni se kam. Po pse e bëre këtë gjë? Edhe do e takoj aty pas emisioni unë Mutiki dhe Maqedoni. Gjitha që për... Dhe nënë nuk du ta kontaktosh? Për një farë kohë, jo, ose to e për publike këtu, ta ma i vesh që ku jam. Jo, për kjo nuk është normale. Ermal, mos bëj surprizat të tilla në programin tim dhe unë të kam përballë. Jo. Ke iku, nuk e njoftuar nënën, do iki unë tani shtetit, nuk e njoftoj nënën, nëna ato vit kërkoj të humbur. Po e ma telefon ku ti e me atje. Nuk është normale. Të lutem, më falë që të pyes, sa vjeç vajti Ermal? 39. 39, je burr. Dhe nuk të falet të bësh të gabime, që po iki unë dhe nëna nuk e njoftoj. Pse nuk e ke bërë një telefonat nënës tënde? Ka shumë të ka lënduar sa je mërzitur... Jam mërzitur sepse futë undet aty kur si takojnë. Por çfarë ka bërë konkretisht nëna juaj që je mërzitur ti dhe po tregon që ajo ndërry në shumë gjëra që nuk takon si nën? Vjen, edhe ku jam unë më shoke, vjen ka stile, kush është ky, ka i të kontrollon? Ose i vogël tani jote. Patjetër, ti je burr, je 39 vjeç. Ja, po ta theme në emisionin tati. Ti nuk e ti mbase, unë kam qetu të shojin tjetër, me një vajzë tjetër. A, ke rifilluar... Kam i fillu tani, plus s'kam si tja themun Fatimës. Fatime tu të ekullon një vetën e saj, të mblidhet, të ullet.
Edhe me djalin e madh nuk flet. Me asnjë kushi, me asnjë. Je munduar ti Ermal të flasësh me nënën tënde për gjithë konfliktet që janë krijuar? E ti unë, e bëj unë. Për si es mu, për mallkime nuk është es mu ajo. Thuaj që mallkimet e nënës nuk të zën. Nuk të zën mallkimet e nënës. Por pse nuk e vendosur që të ulesh me nënën tënde, të flasësh, të sqarosh disa gjëra? E kam bërë, me mia herë. Ka refuzuar të flasi me ty? Nuk do. Pse nuk do ajo të flasi me ty? Nuk e ti, nuk do të flasi. I kam thënë, ti ke pjesën si nën, e ke vendi këtu, unë e kam vendi këtu. Mos i fut undet aty ku nuk ta lejoj. Por një nën që djali vonohet në orët e vona të natës... Jo, nuk i vonohem. Mund të konsumoj alkohol vjet në merak dhe ndoshta... Jo, telefon sa e merte mu, po jo të vijë mu të lokali. Dhe çfarë ndodhi atë ditë që ajo të erdhi te lokali? Për aty dhe i vell. E mua me të siva të shtëpi, me vinte sot, ka njerëz. Po çfarë të tha kur erdhi? Jo, haj këtu, qa është kjo? Me ke shoqërosh? I njefti këta? Jam mësitu atit. Je mërzitur me nënën tënde? Jam mësitu. Ti sa ajo të pinte ta mam, se unë jam i sot i vetës, atë unë po, të e përsantoj me nusën e ardhshme. Pse, ti mendon që ajo ende të trajton si një fëmijë dhe ti lëndohesh dhe ofendohesh që s'ka kryuar ende besimin që ti tashmë je burr, je i rritur, do krijosh familjen tënde, pavarësisht se shumë gjëra ajo fort të mira të kanë ndodhur në jetë. Thoja fatos këtë që. Unë po të pyes ti dhe ti më kthej një përgjigje. Unë po ta them. Se në nënën tuaj unë do e telefonoj ditën e sotme. Unë i kam thënë edhe asaj që kam tani, ja kam për të qasi mua pet. Ne to e pem një provi, thash, mam, po të ofendoj fato, mos ngele tati. Po pse nuk i thuaj nën, por i thuaj fato? Pashu kam qenë që i vogël, që i thërret në emë? Po, në emë. I dashur Ermal, kur je larguar nga shtëpia dhe ke fikur telefonin... Që ditën e tjeshme. Pra, le të themi janë mbushur 24 orë që ti nënës ja ke fikur telefonin. Jo, si ka jo ka për, të më thënë, të rënësi polisi, ka shpak të unë, përse e pejdi ajo, ku isha me Silvanin, Kosovë. Mendon që mund këtë vajtu në polici dhe të këtë denoncuar? Edhe në base. Mund këtë bërë dhe këtë gjë? Po, edhe në base. Por denoncimi meret pas 24 orëve dhe mua sinqerisht më vjen keq që një nënë e merakosur në shtëpi, ulur në divan dhe papritur të shikoj të birin e ekran. Ku i thash unë të ike mos u kthesh me ku, të shtyp një makinë, qa është kjo? Kjo ndodhi që largove? Po, që në mëgjesi, që në onë 6 mëgjesit ti, që ka madhu Tiranë. Në onë 8:30 isha në Tiranë. Bandaj të shkujta dhe një mesazh të të flasë me o tetën. Po pra po, fole me stafin tim, je sot me mua dhe gjithsesi ajo që ti kërkon sot është që unë ta telefonoj nënën tënde dhe ti të flasësh me të? Për çfarë të unë po them, gjosh ajo ull, e nuk e përsërit me, sepse mu po miken jeta kota o tetë. Ati lushe. Po jo, por Ermal, përpara se ta marrë nënën tënde të bëj një pyetje, ti punon? Pun jam, ku qej pun. Po kur ti ngelesh pa pun, kush të mban? Po si kërkoj i nënës lehu, asë një. Kafen e pi me shokët atje. Po mirë, shokët mund t'japin njëherë, dyherë? Jo, të një lokal, që i të shoku që e mbaj lokal. Ermal, të lutem tani, shoku njëherë, dyherë t'jep kafe, nuk t'japi kafe të përherë. Kur ti, kur ngelesh pa pun, a vete trokete dera e nënës tënde? Normali. Ti kur ngelesh pa pun, a vete hatë pjatën e gjellës të nënës tënde? Po. A shkon t'i lahesh në shpinë tënde dhe është në najote që i vendos roba në lavatri që ti nden, ti than, ti e kuroz dhe ti i vesh? A janë të vërteta këto, Ermal? Jo, të vërteta janë. Po qithë nëna të ashu pejnë... Jo. Nëna nuk është një shërbëtore. Jo, nuk është shërbëtore. Nëna e bën, sepse të ka djalë dhe ka dashuri për ty. Dhe ndoshta ti duhet të mendosh ku ke gabuar dhe a je në rrugën e duhur që kjo nën të kundërvijet kaj shumë, duhet të gjesh dhe gabimet e këvetja. Pavarësisht se ajo të kontrolon kaj shumë dhe ti ndihesh i lënduar, por unë besoj dhe në nuhatjen time, dhe aq pak sa unë të njoh, besoj që ti ke gabuar me nënën. Sepse fakti që ti e larguar nga shtëpia, Ermal, të thashë në fillim do flas pa dorashka. Nuk e njoh zonjë Fatime dhe nuk e mbroj zonjë Fatime, po flas si një nën. Ti është fakti që ti ke dal nga shtëpia, i ke fikur telefonin, e ke bllokuar nënën tënde, që ajo mos ta di se ku ndodhesh ti, dhe ti je në një studio televizive live me mua, kjo nuk shkon, Ermal. Të paktën
për respekt, duhet ta kishe njoftuar që po largohem drejt Tiranës dhe telefoni mos t'ja fike. Jo, ku dola ka shtëpia në orën 6 mëngjesi, i thash unë iga, mirë pashim. Ka që i thash. Po se ku do shkoje nuk le një adres. Po ti nuk e ngritu ka shpejt, thash. Që të ka qitu sot? Më do ligjo mi, thash. Unë e fakt nuk fjeta, 2 orë kam fjetu atë natë. Edhe pse ke pasur konflikte, ajo prap ishte në merak atë mëngjes, pse ti ishe ngritur herët nga i gjumi, por duhet të bëhesh prind të kuptosh rolin e nënës dhe babait. Nëse nuk je prind, është e vështirë. Ta thonë shumë njerëz, dhe unë kur kam qenë shumë herë më e re se kaq dhe nuk isha bërë nën, ma thoshin, por e besoja, por nuk e kuptoja, por sot e kuptoj më mirë çfarë do të thotë fjala nën dhe baba. Gjithsesi, i dashur Ermal, unë duaj që ti të bashkohesh me nënën, ti jesh mirënjohës asaj zonje, mos të kesh kontradita, edhe ajo ta kuptoj që ti japi pak liri dhe ti të bësh atë jetë që dëshiron. Se jep atë liri. Por ti je i rritur dhe unë besoj që ti atë liri e ke, nuk ke nevojë ta marrësh nga nëna, por ndoshta ti nuk di ta shfrytëzosh. Te e në javë vërtet unë kelem të pota spitalit. Te zion kot, te isa më ka thënë ai doktori më masidh më nene. Qa ka kjo? E shqetëson ti jo, i thëshu. Ajo më to mu në orën 8 takës të jem shpi. Të talë në orën 10 në gjezit, e të mbidhe në orën 8 takës. Tani nuk shkon kjo orët. Edhe shkon spital me dhe më zema, kam... Do më lejosh se për shkak të minutazhit më duhet ta marr edhe nënën tënde zonjën Fatime, do i bie nga telefoni im zonjës Fatime në këto momente, me shpresën që ajo është duke na ndjekur dhe mund të na i hapi telefonin. Fatime Metaj. Po. E cila mund të jetë e shqetësuar për të birin. Përshëndetje zonja Fatime. Kush je? Unë jam Odeta Dume nga emisioni Pa i Gjurmë. Si jeni jo? Mirë, pa qef jam. Jeni sëmur? Po. Të shkuara, nga se vuani? Shqetësime të hallet. Dhe këto shqetësime nga të vinë? Nga Ermali. Edhe të gjitha ato që ka dhënë në emision, kur ka qenë Ramet Bast, nusja, janë gjenjështra të gjitha, mos i shanën katile të nëzirja jashtë nusen. Unë erdhe nga urgjenca të ditë me bi, e do veja në firë, talia vetën, kisha pisër. E dashur Fatime, Urdo. Ermali të ka ikur nga shtëpia që dije. Ju e dini se ku... Nuk më thaj gjë ku do vend të si që shete ke marrë telefon së del. Ju e dini se ku ndodhet? Jo. Është me mua, live në program. Jo, nuk është fare për programin, të lutem. E dashur Fatime, Ermali kërkon që sot japi një fali publike ty për të gjitha shqetësime që të ka sjell dhe kërkon më shumë liri. Liri, ja ka i liri, ja i kën që më gjesë edhe më ditet kur vjen në gjume dhe ndoshta s'më vjen dhe fare. Qa liri do aji më i di? Aja s'punon, vjen hapi, lajt, këtu të ditë mbreth këtë ka Ermali. Qa liri ka aji? Ate kam. Lirin e ka vet aji në dorë. Ate kam, ate. Qa kërkon aji? Ate kam. Liri në për televisione, të punoj, të punoj. Ermal, ka të drejtë nëna, që duhet të punosh se jenë në mosh, se nuk ka kuptim të hash pensionin e nënës. Jo, nuk pa im pensionin. Keqen, më i bi, se zëre e mbesa ime. Nuk po marrë mjekime të keqen nëna. E vesh e të robat. E ushqej, se e bërtet vjen i pirë. Hajde pyesena për shkallë, nuk doroj do të... Ja, po këto nuk të falen, Ermal, nëse ti vërtet bën, që robat që të ble nëna, ti i shet, dhe vjen ideu në shtëpi, ideu nuk e doroj do të më Tjetë ka për të shkua jo. Jo, po se do më shumë se kaq. Po mirë, qështë ma janë të kënjësha. Ta me përstu, të më ka ullu. Do t'i përsoj pa tjetë. Prita dëgjoj pak në nëntuaj të lutem, prita Ermal. Unë atë nuk e doroj do të më shetë robat në jetën e ti s'ka punuar. Hajde se kisha burin gjallë tjati në atit, e po pralloni se ishte ushtarak e gjitha. Po deri kur do vazhdoj Ermal ishte? Deri ku të vije vini të shpia. Ermal, të lutem, mund t'i kërkosh, zonja Fatime, Ermal, mund të kërkosh një falje në nënës tënde? Gjoshe unë e kam gabim, ortet. Jo, po këtë gjitha këto gabime janë, Ermal. Që shkjo nëse unë e kam gabim? Gabime janë pyç. I ke bërë të gjitha këto? Jo. Po i ke bërë se vetet e pak më parë që vajta ideu në shtëpi. Po vajta ideu, po jo se kam shitu e kam vjell. Po tani...
Ermal, mund t'i kërkosh një falje? I kërkoj falje. Ato që kanë faj, i kërkoj falje, pa ato që ka faj, s'ka faj. Na i në derë, më hizë gjërë. I shiko në urgjencën e mbrim për natë vesën. E dashur Fatime, radhë parë të uroj të shkuara, kujdesu për veten tënd dhe për shëndetin tënd. Ermali, nëse vazhdon dhe pëlqen këtë lloj rruge, këtë lloj sjellje, stil jetese, që të ri rrugëve pa punë, të konsumoj ku ta di unë alkool, veten e ti do marri më qafë, dhe pse ty të dhëm zemra se je nën. Por Ermali duhet i vërë gishtin kokës dhe t'i kuptoj që këto janë gabime që i shkatërrojnë jetën. Nuk pytaj me të keqen edhe përsa ka ardhur atje që ka folë të gjitha në lidhje dhe me Silvana Ramet pas, të gjitha gënjeshtra. Ke diçka për t'i thënë Ermalit, e kam këtu përballë. Qa ti them Ermali, të filloj punën, mos më vi i pirë në shtëpi që deri në 2 natë në rizgjuar, që s'kam fuqi, jam i smor me tension, edhe zemra që më hetet për pjetë, edhe shiko listët në urgjencë, se sa herë vete në Ermalit në urgjencë. Po, Ermal, ke diçka për t'i thënë nënës tënde? Vetëm mos më të bëjoj me parashokve, kaq. Mos të tuproj për parashokve? Parashokve. Por që ti s'do përsërisësh këto gabime? Gjitha gabime si kam ca, po jo gjitha. Të ishin shokët e ti me këta, ky kishtë të karo që nuk po e duroje do të me të bërtitra. E qartë, e kuptoj e dashur Fatime. Edhe ja tash atyre, ata e mbaj në sajin tim në Lushnjë, se njifem që kam pënuar 35 vite në sportel në pos, edhe e mbaj nga afër. Qarë bën ky, vjen i pirë, më godet, asë punën, ku të Se edhe të ka goditur, të ka dhunuar? Po, më po. Mirë, zonja Fatime, okej, të falenderoj, të përshëndes dhe të flasim dhe bashkë dhe në privat. Jo, po kjo është e rëndë. Gjitha i ka Jo, nëse ti e ke dhunuar në nënë tënde, ti nuk meriton të jesh në këtë studio. Dhunoj unë nënën? Jo, e mbyllim këtu, kalojmë në reklama dhe hajde vazhdojmë bashkë, Ermal. Nëse ti e ke bërë vërtet të dhunë ndaj nënës, jo, dalim jashtë. Mirë, jemi rikthyer në minutat e fundit të dashur miq dhe në këto momente unë dua të them se ka patur disa reagime për familjen Pecaku, një histori e dhimbshme që prezantuam në fillim të programit, pikërisht për Blerina Pecaku, një eve e cila ka humbur vetëm përpara 3 javë bashortin e saj, Klodi Pecaku, i cili për shkak të depresionit ku askush nuk e kishte kuptuar në familje, i dha fund jetës së tij përpara 3 javë duke u vetvarur tek pema mbrapa shtëpisë dhe kalon pas 3 fëmijë. Në fakt kanë mbritur telefonatat e para të cilët dua të ndihmojnë këtë familje dhe dua të falenderoj të gjithë ata televizionistët që janë duke na ndjekur në këtë transmetim. Uroj dhe shpresoj që të ketë të tjera ndihma për këtë familje, por një thirrje vazhdoj ta bëj dhe të këmbgul për qendrën administrative Rajc, bashkia që e merr Rajcën, të cilët duhet të reagojnë për këtë të ve me 3 fëmijë të mitur, e cila jeton në kushte të vështira dhe realisht shtëpia në të cilën ndodhesh ishte një shtëpi me qira ku i Zoti e kishte nxjerrë në shitje dhe me shumë mundësi mund të arrihet që kjo nën me vjerrën e saj të moshuar me 3 fëmijë mund të ngelet në mes të 4 rrugëve dhe gjithë ndihma ekonomike që merrte ajo në 115.000 lekë të vjetra nuk ishin asgjë dhe ajo që mua më dhë më shumë është që të 3 vajzat pas vdekjes së babait nuk shkojnë në shkollë sepse ajo nuk ishte para të paguante furgonin që vajzat të shkonin në shkollë, sepse shkolla ishte pak sa larg nga fshati ku jetonin dhe mbi të gjitha nuk ishte as ushqim t'u jepte me vete. Një histori që të dhëm shumë, uroj dhe shpresoj që zëri i asaj gruaje, zëri i atyre vajzave të mitura që folën, të dëgjohet dhe ndoshta duke i ndihmuar nga ana ekonomike, mund t'i lehtësojmë pak dhimbjen kësaj familje dhe uroj të bëhet më e mira. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë i falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit, kushdo që ka një histori për denoncuar, kushdo që kërkon që zëri i tij të dëgjohet, nëse keni një person të humbur, ju e dini se ku duhet të trokisni në Report TV, në emisionin Pa Gjurmë dhe i dini numrat e kontaktit që unë vazhdimisht i jap, i numër celular dhe i numër fiks që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Faleminderit që më ndoqët dhe takohemi nesër. Mirupafshim.